Erdhen si zakonisht ta falin namazin e xhumas. Por këtë premtë në këtë xhami në lagjen e spitalit në kryeqytet, aty të pranishëm ishin edhe ekipi transfuzionit të gjakut. Gjithçka u bë gati për grumbullimin e gjakut për njerëzit në nevojë. Kjo pasi këto ditë po shënohet edhe java ndërkombëtare e dhurimit të gjakut. E interesimi për këtë procedurë ishte goxha i lartë. Ky organizim u mirëpret nga qytetarët, të cilët thonë se janë të gatshëm të dalin në ndihmë të tjerëve sa herë që ka kërkesa. Kjo është një sheh që është një humanizëm fisabilillah për Zotin dhe humanizëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë nevojë për gjakun tonë, kështu që jemi të gatshëm, unë personalisht jam të gatshëm çdo herë që ka nevojë më kontribuojmë këtë drejtim. Unë e shoh shumë diçka të mirë dhe shumë diçka humanitare. Kjo nisëm duket shumë e vënë, edhe mos e veç pedina që pështojnë a jetë, besoj që ka një rëndësi shumë të veçantë. Secili sado pak që jep dikush gjak, për dikon tjetër besoj që është shumë. Andaj për me të vërtet ju kisha po thirrë gjithë. Edhe imami i kësaj xhamie në kryeqytet shprehet i lumtur me qytetarët që ju përgjigjen pozitivisht ftesës për dhurim gjaku. Tashmë njerëzit janë të vetëdijshëm, edhe po e kuptojnë se çka është me dhon gjakun, çka është vlera e saj, sapo mundesh me shpëtu ti dikon që ka nevojë për ta. Edhe normal, edhe pjesëmarrja është në nivelin e kënaqshëm. Krahasuar me vitet paraprake, interesimi i qytetarëve për të dhuruar gjak bëhet e ditur se është rritur. Ka pas një përgjigje jashtëzakonisht mirë të dhuruesve të qytetarëve, të cilët ju kanë përgjigje ftesës sonë, dhe kjo falë edhe vetëdijësimit dhe rolit që kanë media si dhe rrjetet sociale. Do të thonë jemi jashtëzakonisht kënaqur dhe shpresojmë që kjo javë të ketë ndikuar që të vijë deri te rritja e vetëdijësimit lidhur me rëndësinë e dhurimit të gjakut. Nga Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzionin e gjakut, u bë thirrje që gjatë sezonit të verës të ketë më shumë dhurues të gjakut si pasojë e rritjes së numrit të aksidenteve.